Liria e shtypit në Shqipëri, varrosur në ato që duhet të mbrojnë. Në një vend ku dikur fjala ishte armë, sot është mall. Në Shqipërinë e shekullit 21, liria e shtypit është një frazë e bukur për raportet ndërkombëtare dhe për fjalimet zyrtare të 3 majit, ditës botërore të lirisë së medias, por në realitet ajo është një varr i hapur, ku gazetarët me ndërgjegje janë hedhur brenda, të harruar, të uritur, të përjashtuar nga çdo sistem që mund t'i quhet i drejtë. Gazetaria në Shqipëri nuk është më pushteti i 4. Është kthyer në një mercenare të ndyrë që shkon pas atij që paguan më shumë. Televizionet janë kthyer në lavazho paraje dhe mendjeje, portalet në kazan mbetjesh dhe gazetarët, përjashto pak zëra rebel që mbijetojnë në margjina, janë kthyer në sklevër të shekullit modern. Sot, në Shqipëri, të jesh gazetar nuk do të thotë të kërkosh të vërtetën, do të thotë të kërkosh një patron politik. Të gjesh një sponsor, një oligark, një parti, një mik të fuqishëm që të mbajë gjallë. Dhe nëse nuk e gjen, vdes për bukë, sepse askush nuk do të punësoj për të thënë të vërtetën. Të vërtetën këtu nuk e kërkon më askush, të gjithë kërkojnë versionin që i leverdis. Gazetaria e shitur. Kudo që shikon, studio televizive që lavdërojnë qeverinë, portale që publikojnë lajme me pagesë, gazetarë që bëjnë selfie me ministrat e jo pyetje, redaksi që janë zgjatime të partive. Kjo nuk është gazetari, kjo është prostitucion moral. Sot nuk ka më gazetarë që pyesin pse u vodhen miliona euro nga tenderët, por gazetarë që pyesin sa do paguhet kronika për të justifikuar tenderët. Në këtë vend, fjala etik është bërë qesharake. Fjala e vërtet është bërë e rrezikshme. Dhe fjala gazetar i lirë është bërë sinonim i papunë. Të jesh gazetar me nder në Shqipëri. Të jesh gazetar me nder në këtë vend do të thotë të mos kesh zë. Të jesh i vetmuar, i kërcënuar, i përçmuar. Të mos marrësh rroga, të mos të fton askush në panele, të mos të botojnë askun, sepse nuk je i kontrollueshëm. Në këtë vend, gazetari i lirë është i padëshiruar, sepse ai nuk shitet, nuk përkulet, nuk bën propagandë. Dhe sistemi nuk i duron të tillët. Kazani që vjell çdo ditë. Gazetaria shqiptare është një kazan i madh ku hidhen çdo ditë fjalë boshe, lavdërime të paguara, propagandë e neveritshme dhe mashtrime për publikun. Një kazan që ushqehet nga para publike, nga oligark, nga fondacione me interesa, nga politikan që blejnë çdo zë që mund të ngrejë kokën. Dhe brenda atij kazani, fjala e lirë është djegur me benzinë. Sot, një kronikë pozitive për një ministër vlen më shumë se një hetim i guximshëm. Një fjalë lavdie paguhet më shumë se një pyetje e drejtë. Një buzëqeshje ndaj pushtetit të hap më shumë dyer se një investigim që mund t'i mbyll ato. Por, një ditë fjala do ngrihet përsëri. Fjala është si zjarri, mund ta mbulosh, por nuk e fik dot përgjithmonë. Një ditë, kur ky kazan të shpërthejë nga brenda, kur njerëzit të lodhen nga gënjeshtrat, kur gazetarët e vërtet të kuptojnë se nderi vlen më shumë se rroga, atëherë do ringjallet gazetaria shqiptare. Jo ajo që lavdëron, por ajo që akuzon. Jo ajo që shitet, por ajo që zbulon. Jo ajo që hesht, por ajo që ulëret për të vërtetën. Derisa të vi ajo ditë, të jesh gazetar në Shqipëri është turp, por vetëm për ata që e kanë bërë të tillë. Sepse për ata që ende e besojnë profesionin e shenjtë të fjalës së lirë, për ata që nuk e shesin penën, është nder, një nder që nuk blihet me asnjë lek, me asnjë pushtet, me asnjë rrogë.